Çfarë këshille jep ti për prindrit e adoleshentëve po flasim? Si mendon se mund zgjidhet kjo, të korrigjohet ky komunikimi që të kuptohen më shumë të dy brezat? Mos e ndërprek kur fol, se mund ta mbyllësh edhe më shumë. Ai mund teenager jam të fol për atë, se s'e di eksperiencën e prindrit se nuk jam një prind. Jo, unë prandaj tu drejtova këshilla nga ana jote. Po, Duhem për shumë. Ti si prinder për mua gjohe përpara çat ka për të thënë, se mbase po e ndërpreve, ai do mbyllet ta lan më shumë edhe nuk do ta thoj atë gjën që do të thoj se teenager kanë këtë zakon të marrin me gjata. Nuk ta thojnë direkt. Për shembull ta tregojnë gjithë historinë derisa të thojnë problemin. Edhe duan më shumë durim. po. Edhe teenageri ta gjoj prindin pastaj, edhe nuk jo të ndërprej edhe ai që kështu tjetë një gjë kështu, një gjë para ti, pastaj fol ti edhe pastaj provojmë të bëjmë një kuptim. Edhe pos më kuptove, Provon prapë. Ndoshta i moment dytë.